Do të ndalim pak edhe tek monodrama Unë jam vetë grua, sepse e përmendi edhe është një pjesë e jashtëzakonshme prej anës suaj, 30 role. Trego pak më tepër zgjedhat atë. Po dëshira me kallëzu që je shumë i mirë tani të përbëjtim. Jo, materialin ma ka nisni përkthyes, që përkthen shumë mirë, jeton në Kanada, Artur Lena, e falenderoj shumë. Edhe më ka propozuar që të bashkëpunojmë me tekstin. Është një tekst i shkëlqyeshëm, i jashtëzakonshëm, aq më shumë që është një histori, një ngjarje e vërtetë, dhe kur e lexon tekstin, e lexon me një frymë, zakonisht dramat ashtu të marrin me vete, i lexon me një frymë, po mandej kur të kujtohet që gjithë ato personazhe duhet me realizu nuk është bash e lehtë. Mandej me regjisorin Kushtrim Koliçi, kemi vendosur që ta prodhojmë bashkë shfaqjen, edhe atij ka pëlqyer shumë materiali, aq më shumë që Kushtrimi është edhe përveç që është i angazhuar si regjisor, është edhe si aktivist